komandanti I komandës qendrore të Shteteve Bashkuara CENTCOM, admirali Brad Cooper, ka paralajmëruar trupet amerikane në lindjen e mesme se publikimet në internet nga telefonat celular mund t'i japin Iranit informacione të vlefshme për të identifikuar dhe goditur bazat amerikane. Në një memorandum të datës 28 korrik, ku për u përithiri ushtarakëve të rrisin kujdesin për sigurinë operacionale, duke theksuar se kundërshtarët po përdorin postimet online, fotot dhe videot për të analizuar rezultatet të sulmeve në kohë pothuajse reale. Çmimi I këtij informacioni mund të matet me jetët të ushtarëve amerikanë dhe civilëve në vendet gjirit, shkroi Cooper në letrën e tij. Paralajmërimi vjen pas shqetësimeve se disa materiale publikuar në rrjetet sociale kanë zbuluar pozicione, dëmet dhe reagimet e trupave amerikane pas sulmeve iraniane. Sipas burimeve të cituara nga Reuters, në Jordani disa ushtarak janë njoftuar se telefonat e tyre mund të konfiskohen në ditët në vijim, ndërsa një burim tjetër tha se masa përshërtohet edhe në zonat të tjera për arsye sigurie. Cooper tha se pamjet e regjistruara përfshirë dhe ato në pajisjet si syset inteligjente me kamera mund të ndihmojnë Iranin vlerësojë nëse sulmet e tij kanë qenë të suksesshme apo jo.